Është pranverë dhe në Këstin kur dhe ditët po ngërohen gradualisht, banorët e plazhit dhe të Durrësit shkojnë drejt Bredetit për të gjetur qetësi dhe relaks. Po ashtu kanë ardhur edhe banorë nga qytete të tjera dhe turistë të shumtë. Por në plazh siç është ky plazh që po paraqesim në ekranin e Dreanet, askush nuk gjen klimën e duhur. Po shtrohet rër e marrë nga zonat të tjera që nuk është organike me rërën e plazhit të Durrësit. Plazh i veçantë për rër të bardhë, por dhe rër e ardhur ka dhe papastërti shumta, duke lehtë shtresat e argjirit në të. Problem tjetër është sasia madhe e kamionëve që udhtojnë me shpejtësi, duke bërë që pushuesit të struken në skudat e mundshme të zonës. Nga pamjet duket se si banorët tremben kur kamionët u kalojnë në afërsi, po ashtu dhe fëmijët. Shlungat e tymit dhe të pluhurit janë tepër shqetësuese, zhurmët janë të shumta, ka dhe turistë që si afrohen as ujit dhe as rërës. Të tjerë ndryshe nga dëshira për shijuar kënaqësi që t'jep buza e ujit, janë detyruar të përdorin asfaltin, sikur janë në qytet. Janë pamje të pakëndshme, sa të duket sikur je në një aeroport dhe jo një plazh me emër në sezonin pranveror, siç është plazhi i Durrësit.